Bashkimin Evropian dhe me Mbretërinë e Bashkuar sesa me Rusinë, sepse qysh prej luftës, duket sikur të gjithë po kërkojmë që të tërhiqen nga Rusia, po kemi harruar se sa dekada ka investuar Rusia në ekonomi, në arsimimin dhe shoqërinë e këtyre vendeve dhe kjo nuk mund të zhduket brenda ditës. Patjetër që ka edhe mundësi sepse BE-ja ka tërhequr disa prej fondeve, sidomos në fushën e medias e kështu me radhë, por Mbretëria e Bashkuar mund të ndihmojë. Pra, ne duke qenë se 4 vjet që ka ndryshuar strategjia, nuk mund të mendosh që të ndodh kaq shpejt. Në Rusi ka një udhëheqje që është prej 10 vitesh, në Kinë 10 vjet, kështu që dikë aty që po vuan sa të bëj pyetje. Po, do t'ju kthem të gjithëve. Kam një pyetje nga Susan Apner që pyet: planet e BE-s për të integruar më tej vendet e Ballkanit Perëndimor si pjesë e zgjerimit, a mund të ngrënë një shqetësim në Mbretërinë e Bashkuar për rritjen e migracionit pa rregull përmes vendeve tranzit? E di që e diskutuam, po është thënë që të marrë një pyetje online. Ne po bashkëpunojmë. Dhe ndërkohë në thelb kjo po ndodh dhe po i ulim shifrat dhe kemi një ulje të konsiderueshme gjatë viteve të fundit, pavarësisht edhe kjo përveç bashkëpunimit dypalësh. Pra, ne e kemi identifikuar se një fushë kyçe bashkëpunimi brenda BE-s dhe natyrisht kjo është rënë dakord edhe në maj, pra është një diçka jashtëzakonshme sepse plotësojmë njëri tjetrin. Nina, a mund të përmend një argument të rëndësishëm? Ka një argument shumë të rëndësishëm në këtë drejtim kur flasim për migracionin dhe për krimin organizuar. King's College, ku unë jap, ka bërë një studim. Në Londër konsumohet kokainë më shumë se sa në Barcelonë, Amsterdam e të tjerë. Pra, në Mbretërinë e Bashkuar ke një numër shumë të madh përdorues të kanabisit, që do të thotë është një industri $milionësha. Pra, që ta luftosh këtë, duhet luftosh konsumin e narkotikëve. Është një politikë që u përpoq nga kryeministrat e mëparshëm, por Theresa May e Johnson e kështu me radhë, por në qoftë se nuk sheh burimin, atëherë nuk e zgjidh. Pastaj bie që do të rrahim në hava. Pra është shumë e rëndësishme edhe kjo që media në Mbretërinë e Bashkuar duhet të hedhë dritë edhe mbi këtë. Atëherë, tashmë është koha për të bërë pyetjen dhe pastaj do të shkojmë tek zotëria pas jush për bërë pyetjen. Përshëndetje, Kryeministri Rama. Ju jeni një person shumë i drejtë për drejtë, kështu që pyetja do të jetë shumë e drejtë për drejtë për ju. Sa i takon zgjerimit të BE-s drejt Ballkanit Perëndimor, sidomos Shqipërisë. Çfarë ndodh me çështjen e Kosovës, sepse Bashkimi Evropian e ka bërë të qartë që çështjet territoriale duhen zgjidhur përpara se të ndodhë një përparim i mëtejshëm antarësi. Nuk shoh çështje territoriale midis Kosovës e askujt tjetër. Territori i Kosovës është i përcaktuar. Kosova është republikë, një shtet i ri demokratik, i njohur nga fuqitë e mëdha dhe ende jo i njohur nga 5 vende në Bashkimin Evropian. Në këtë drejtim nuk shoh problem. Nga ana tjetër, është detyra e Kosovës, i takon Kosovës që të shtyjë përpara dhe të bind pjesën tjetër për pozicionin e konsoliduar sa i takon vlerave në botën demokratike dhe në Bashkimin Evropian. Mendimi im është i mirë njohur dhe unë mendoj që të jetë e suksesshme, Kosova duhet të harrojë Serbinë, fjalë për fjalë, duhet të harrojë Serbinë dhe të realizojë të gjitha ato pika që kanë të bëjnë me dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja, pavarësisht nga Serbia. Pra ata të përmbushin çdo pikë dhe pastaj t'ia lënë topin në fushë Serbisë dhe të ecin përpara drejt Europës, duke lënë Europën të merret me Serbinë dhe jo ta lënë
çështjen e Serbisë të shndrohet në një çështje pajësimi midis të dyave. Megjithatë, ky është mendimi im modest. Unë respektoj plotësisht atë çfarë vendosin udhëheqësit e zgjedhur të Kosovës për popullin dhe vendin e tyre. Le të marrim dy pyetje tjera. Zotri këtu dhe zonja atje. Faleminderit shumë.